I gjithë zinxhiri komandues në komisariatin e Peqinit është pezulluar nga detyra në lidhje me skandalin e zbuluar më herët për laboratorin e kanabisit që u gjet në fshatin Kurtaj. Sipas policisë, 7 punonjës të uniformave blu, përfshirë shefin e komisariatit, drejtues të sektorit të krimeve, u pezulluan nga detyra pasi dyshohen si përgjegjës për lejimin e kultivimit të lëndës narkotike të zbuluara në magazinën e drogës. Me urdhër të kreut të policisë së shtetit Skender Hita, u pezulluan nga detyra shefi komisariatit të Peqinit Altin Gusho, shefi krimeve Daniel Kaçaniku, specialisti policisë kriminale Sefer Dushku, si dhe ai policimit në komunitet Muharrem Zylyfi. Valës së pezullimeve nuk i ka shpëtuar as i shefi komisariatit të Peqinit Bilbil Lita, i cili aktualisht është në krye të policisë së Devollit. Gjithashtu dhe i shefi krimeve Denis Sinani është pezulluar nga detyra, i cili kohët e fundit u transferua në Devoll. Arben Koseni është një tjetër efektiv gjithashtu i pezulluar nga detyra. Masat u bën prezente nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Skender Hita në një mbledhje të zhvilluar me gjithë drejtorët vendor dhe ata të kufirit. Hita u ka kërkuar të gjithë drejtorëve masa të menjëhershme për të luftuar kultivimin e kanabisit, si dhe mos tolerim për asnjë punonjës që nuk përmbush detyren. Banesa ku u gjet kanabisi i përket Bilal Hasës, i cili ishte drejtori i burgut të Rogozhinës, i pezulluar nga detyra menjëherë pas skandalit. Hasa u shpall në kërkim dhe u paraqit vetë pas disa orësh në komisariat, por u la i lirë pasi sipas bluve nuk ka prova për implikimin e tij. Hasa bëri përgjegjës vëllain e tij duke thënë se ishte ai që kujdesej për këtë banesë. Të përfshirë në këtë skem ishin dhe disa punonjës të OSHE, të cilët kishin mundësuar një transformator për furnizimin me energji elektrike për laboratorin e drogës.